qoftë në diasporë, qoftë në gjitha të njifet, Kosova, Qamëria, që ka nevojë për të njohur. Dhe televizioni pres i uroj sukseset të mëtejshme. Në lidhje me qendrestarin e Musa Picarit, unë kam menduar që ke legjende gjallë e kohës që i ka qëndruar historisë, që transmetohet brezave dhe ta njofi vora, ta njofin gjithë vlerën se çka dhënë ky njeri, ky personalitet i rrallë, gjigant, që koha e ka lindur, por që nuk është realizuar me fjalë histori e vërtet, nuk ka dalë pa. Dhe duhet që historianët, gjuhëtarët, letrarët, gjithë njerëzit me fjalë kahinës që e njohin, të japin mendimet e sakta për një burr të madh shteti. Unë do të mendoja që për dashamirësi televizioni juaj është i mirëpritur që të hapi krahët. Në lidhje me këngën e madhe që kemi dëgjuar, që ajo më ka rënqetur, kënga që i kushtohet Musa Picarit. Unë do dëshiroja që para kësaj kënge të lexohet një hymn për cilin unë e kam realizuar për ta thënë përpara dashamirëve të mi e publikut. Komandant Musa Picarit ka lindë nana djalën e vet, ky Petrit shqiponj e rrallë. Komandant luftat bani o Musa Picar. Bujarin të dha zoti bes fisnik e advetar. Ke mbrojtrojet, ke bështet o Musa Picar. Të ka njohur shtëpit e para, ke pas miq në të katër anë. Bujrum o Musa Picari, miqve u ke than. Preu i qet o Musa Picari, të shkof shpirti në xhenet. Vora vendlindja jote, emrin tan do të ketë. Dyleman Cuka, Pishtaj Demokracisë. Faleminderit i nderuar televizion, faleminderit miq. Zoti u bekoft si familje e qofshin në të marrë demokracisë në Shqipëri. Rrofë Shqipnia. Ju falenderit për emocionet që na vat, për atë vargje kaq të bukur që ju keni thurur. Forcat e komanduara nga Musai kanë kryer aksione të shumta luftarake, ndër të cilët mund të përmendim atë më 14 dhe 15 shtator 1944, 2 milje në veri të rrugës Tiranë-Durrës, si shënohet me hollësi dhe në arkivet angleze dhe siç evidentohet në shtypin britanik të kohës. Në këtë vend, Musai dhe trupat e tij nacionalist kishin zënë prit për ta zgjesur autokolon naziste. Gjatë aksionit ndrojën forcat partizane duke rënë mbas shpinën forcave të Musa Picarit, kështu që aksioni u prish duke e lënë në gjysmë këtë. Musa Osman Picari me forcat e tij mori pjesë në luftën e parë që u bën prezë për shlirimin e prezës nga okupatori me 14 shtator 1944. Ku pas luftimesh të ashpra, ajo shtirua dhe vendosi forcat e veta. Forcat e Musa Picarit më datën 19 tetor 1944 kanë bërë luftë të rrept për të pastruar katunët Bazrek, Kus, Kuç dhe Kashar nga okupacioni i brigadës së 4 sulmuese. Mbas 14 orë luftimesh të pandërprera, këto fshatra u shliruan dhe forcat partizane komuniste u zëvendësuan me forcat e tij. Ky ishte Musa Osman Picari, biri një dere Den Babaden e lidhur me fatet e kombit, burrave të cilës në shekuj është shkënduar këngë. Dera e Picarve në të gjithë kohërat ka vënë gur kilometrik, në udhën e shtruar me gjëmba e shtërngatët të historisë së popullit. Gjurmë të kësaj dere të fisme janë arkivat në historinë e shkruar, ndonse e deformuar dhe e keq kuptuar, por mbi të gjitha në kujtesën kolektive të njerëzve të trevës së Vorës e Tiranës, për të cilët ajo mbeti për herë një dere hapur, buke dhe ndere. Kam kënaqësinë të i drejtoj mikrofonin një tjetër miku të familjes Picari. Në radhë parë jam tepër i emocionuar që ndodhem në familjen e Osman Picarit dhe në radhë të dytë dua të falenderoj edhe televizionin Preza që bëhet shkas për të publikuar një artikull të gazetës Republika që është botuar sot për komandantin legjendar të Vorës. Unë në emër të shoqatës advetare shqiptare, Sofra Shqiptare, dhe në një mesazh të presidentit të kësaj sofre shqiptare, zotit Sinan Isufi, kemi menduar si shoqat
të bëjmë një propozim Këshillit Bashkiak të Vorrës dhe jemi në tratativa edhe në bisedime me kryetarin e kësaj bashkie për të patë një unanimitet në miratimin e këtij propozimi që sheshit qendror të Vorrës t'i vihet emri Musa Picari. Kjo figurë nderuar nuk nderon vetëm Vorrën, po nderon tërë krahinën e Shqipërisë, nderon gjithë kombin shqiptar, sepse është një figurë nacionaliste që ka luftuar për kombin, për atë dheun, për gjithçka, për atë që shqiptarët kanë luftuar për shekuj. Dhe mendoj që është një rast i mirë dhe një shkëndi edhe për historianët e Shqipërisë që në historinë e re që do të ndërtojnë, të vihet edhe kjo pjesë e legjendës së historisë shqiptare, edhe kjo pjesë e historisë që i ka munguar deri më sot, kjo pjesë e komandant Musa Picarit. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë takim, falenderoj në radhë parë edhe televizionin tuaj, që më duket një televizion ndoshta i vogël në përhapjen zanore dhe të valve të saj, por së shpejti me këtë punë kaq të madhe që po bëni për kombin shqiptar, mendoj se do shtrihet edhe do ketë edhe përkraje nga të gjitha zonat edhe krahinat e Shqipërisë. Uroj që të keni mbarësi edhe sukses. Faleminderit. Faleminderit dhe juve për intervistën kaq të bukur dhe kaq mbretëlënëse që na dhat. Kam nderin të kem këtu pranë meje zonjën Fahrie Picari, një nga më të vjetrat e fisit të Picarëve dhe nënën e Osman Picarit. Dhe unë kam shumë dëshirë për të marrë që është një grua mjaft fisnike dhe është një moshë e madhore dhe unë nuk do ta lodh shumë për të marrë përshtypjet e saj. Zonjë nderuar, a mund të na thoni për artikullin e sotshëm që doli në gazetë? Si ju duket? Më duket shumë i mirë, shumë i lavdëruar. Ky është një real. Unë që ka kom gjuhë se jam e vjetër, këta janë realitet të gjitha. Bilës ka edhe mangët disa që më ka pëston vira, më kanë pëstregu gjajalart, më ka pëstregu baba im, historin e vjerët tim. Vjerë im ka qenë njeri shumë i lavdruar, ka qenë shumë njeri fisnik, ka qenë shumë njeri besnik, ka qenë abdhetar. Ai ka luftu edhe biles mund ka thonë njeri ju vetë që kam qenë lufti ma dite, kura kina tërhek që kemi qitë Musan, ke rruga i kemi gjeti letër në gjep. Letra thojte mus vëdhimve tjeta me vdek për kombin shqiptar. Ju nuk duhet të mërziteni pak me kuptimin e mirë të fjalës, sepse historia e zotit Musa Picari nuk fillon dhe mbaron me një artikull gazete. Ajo është një histori e gjatë që këto miq tanë që kanë ardhur sot do të vazhdojnë të shkruajnë dhe të rëmojnë që të dalë sa më mirë në pa historia e këtij burrit përmendur të zonës së Vorrës. Unë duke të falenderuar nga zemra, duke të uruar pleqëri të mbar, ty dhe gjithë familjes tënde, duke falenderuar pjesëmarrësit në këtë panel kaq të bukur. Dhe unë faleminderit prej jush, prej televizorit Prezës, prej të gjithë dhe juve pjesëmarrësit që keni marrë pjesë gazetare gjithë, që ini do me thonë që të dali e vërteta në shesh, se kemi vujt, e kemi hek zez dhe ullin, edhe më shumë në fisin e Picarëve, kom hekun.